Flamurtari regjistron një humbje të thellë 0-3 përballë Dinamos në shtëpi. Trajneri i Flamurtarit Francesco Moriero shpërthen ndalojtarëve të tij pas kësaj humbje, ndërkohë që ekipi vlonjat mbetet tashmë në vendin e 9 të renditjes së Superligës në kuotën e 13 pikëve. Ndeshja në pjesën e parë ka qenë mjaft e luftuar mes të dyja skuadrave, teksa në rastin e parë të krijuar ekipi Dinamos ka arritur të kalojë në avantazh. Me shifrat 0-1 është mbyllur edhe pjesa e parë. Në pjesën e dytë, trajneri i Flamurtarit italiani Francesco Moriero ka kryer edhe zvendësime për t'i dhënë edhe më tepër hovë manovrë sulmuese. Megjithatë, është Dinamo e cila në dy kundërzbritjet e saj drejt portës së Flamurtarit ka arritur të realizojë edhe dy herë të tjera, duke çuar rezultatin në shifra të 0-3 për ekipin e vet. Pas këtij rezultati duket se ekipi i Flamurtarit është dorëzuar, duke pranuar kështu edhe humbjen në shifrat 0-3 përballë publikut të vet. Me këtë humbje, ekipi i Flamurtarit zbret një vend më poshtë, nga vendi 8 në vendin e 9 në renditjen e kategorisë superiore në kuotën e 13 pikëve. Pas ndeshjes, trajneri i Flamurtarit italiani Francesco Moriero ka shpërthyer në akuza ndaj lojtarëve, duke treguar se nuk ishte ky rezultati drejt i ndeshjes, ndërsa sipas tij, shumë lojtarë që luajtën ndaj Dinamos nuk do ta shohin më fushën e blertë, ndërsa një pjesë e mirë e tyre, sipas italianit, nuk luanin por ecnin në fushën e blertë. Come lo commenti, Dinamo ha vinto in Valona contro il Flamurtari. Diciamo che siamo stati sempre in partita il primo tempo, il primo gol ci ha tagliato un po' le gambe. Le të themi që kemi qenë gjithmonë në lojë në pjesën e parë, goli i parë na però pa këmbët. La squadra fino al primo tempo ha fatto benissimo. Skuadra në pjesën e parë ka bërë goxha mirë. Il primo gol è arrivato sempre su un errore personale. Goli i parë erdhi gjithmonë në një gabim personal individual. Anche il secondo, anche il terzo. Edhe i dyti dhe i treti. E qui non è questione di parlare di tattica, di corsa, qui c'è da mettersi una condizione, come dire, non voglio usare parole troppo pesanti. Tu nuk mund të flasim për se s'ka lidhje me vrapimin, me taktik, nuk do të përdor fjalë. Bisogna capire che c'è da migliorare tanto. Do të kuptojmë që duhet të përmirësojmë akoma më shumë. Bisogna farci un bagno di umiltà. Do të bëjmë një dush për ulësie. Perché non permetto assolutamente a gente che oggi è entrata in campo di camminare. Nuk lejoj asnjëherë që lojtarë që janë futur sot në fushë të ecin. Fino a quando ci sarò io, questa gente non giocherà più. Sa të jam këtu, këta njerëz nuk do lozin më. Rischio di far giocare soltanto i ragazzi. Rrezikoj të loz vetëm me Mi fëmijë. sono stancato di mettere la mia faccia, la mia esperienza, il mio nome. Se plasa Per duke gente vënë, che cammina in campo. plasa duke vënë emrin tim, fytyrën time për njerëz që nuk vrapojnë në fushë që ecin. Il pubblico di Valona merita rispetto. Publiku i Vlorës meriton respekt. Io ho sempre detto che si può sbagliare nel calcio. Unë gjithmonë kam thënë që në futboll mund të gabosh, Si può sbagliare il gol, si può sbagliare un passaggio perché fa parte del football, mund të gabosh goli, mund të gabosh pasa sepse bën pjesë e futbollit, ma non si può sbagliare l'atteggiamento. nuk mund të gabosh sjelljen. L'atteggiamento deve essere sempre quello Sjellja, di guerriero, sjellja duhet të jetë gjithmonë sjellje che një luftëtari rispecca il nostro pubblico, që respekton publikun che ton, rispecchia il carattere dell'allenatore. që respekton karakterin e Qui trajnerit. invece c'è gente che parla, basta. Po këtu në fakt ka njerëz që Mi vetëm prendo le mie flasin dhe responsabilità, boll. perché sono io. Marrës përgjegjësitë e mia, sepse unë jam trajneri. Però sicuramente ci saranno novità questa settimana. Po sigurisht Lascerò javë do a casa ketë quella gente che secondo me non do può ketë stare një nel Flamurtarit. njoftime, se do lë njerëz në shtëpi që nuk mund të bëjnë pjesë e Flamurtarit. Poi uno può parlare anche tatticamente. Po njerëzit mund të flasin edhe taktikisht. Io credo che la squadra tatticamente abbia fatto una grande partita il primo tempo Mendoj se taktikisht pjesë parë lozën shumë mirë, e poi sono usciti i nostri limiti. pastaj dolën limitet tona. Nga ana tjetër, trajneri i Dinamos Ilir Daja ka theksuar se ekipi i tij ka arritur të shfrytëzojë mjaft mirë raste duke marrë një fitore shumë të rëndësishme në Vlorë. Është një fitore shumë e rëndësishme për neve, sepse Flamurtari vinte nga një fitore në ndeshjen e fundit. Gjithmonë është bukur të luash në Vlorë, sepse përveç futbollit edhe shkallët e stadiumit janë të mbushura, pra që Vlora e mbështet ekipin dhe është gjithmonë vështirë në thonjza në aspektin sportiv të luash në Vlorë dhe besoj që kjo vështirësi dhe gjendja e terrenit për shkak edhe të çirave të shumë që kanë rënë kërkonin më shumë grind nga lojtarët, që gjë të cilën u tregua nga të dy lojtarët, nga të dy ekipet, edhe nga ne dhe nga Flamurtari. Neve ishim më cinik në zgjidhjen e situatave përpara portës dhe pastaj mbas golit parë Vlora u hodh me shumë forca përpara, gjë që
do linte hapësira mbrapa sepse do të kërkonte të reagonte dhe ne shfrytzuam hapësirat që la Vlora dhe për të arritur pastaj tek goli i dytë. Takimin e radhës në kampionat, ekipi i Flamurtarit do ta luajë në transfer ndaj Partizanit, aty ku të shtunën do të udhtojë drejt Tiranës në ndeshjen që do të luhet në orën 16:30.